Hello. Nuk më besohet. Ky është vlogu i parë për këtë vit. Një vit sa më të mbar dhe një muaj të mbar. Keni munguar shumë. Kur do shohë për herë këtë videon që s'ndjek kanalin tim, do thot çfarë është kjo çmendur. Mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Romi për të gjithë ndjekësit e ri. Mirë se erdhët në një vit tjetër me mua. Ndeza këtë qirin Miller Harris, kjo është Rose. Ka një arom shumë të mirë, përveç se qiriri është dyll, është shumë i ndryshëm dhe merr erë gjithë shtëpia. Dhe jam duke pirë një kafe turke. Kjo shoqja juaj ka nisur palestër, nuk më besohet që po e them. Sot ishte dita e parë, më saktë sot ishte dita e provës, edhe në fillim thash mos ta shfrytëzoja, pastaj thashun, pse mos ta shfrytëzosh? Ke një seancë fala, se në fund të ditës ti paguan seancat aty. Është tu afër shtëpisë, shoqërova batën në Qerdhe dhe pastaj shkova më një herë atje. Ishte instruktorja, një vajzë që quhej Verona, nëse se gaboj, dhe ishte nga Shkodra, nga dialekti, besoj, se nuk e di, mund t'jetë dhe nga Lezhë pastaj, por besoj nga Shkodra. Vetë jam veriore, kështu që. Dhe ajo më dha disa udhëzime, pastaj kur do shkoj jo nesër, pas nesër, do shkarkoj një aplikacion dhe aty futet programi dhe kështu. Goca këtu, kjo shoqja juaj, e ka marrë zyrtarisht desin dhe vetes. Shumë seriozisht dhe zyrtarisht, e lashtu si përgjysëm. Se është viti që të merrem pak më shumë me veten. E keni parasysh atë batutën në social media? Vajza, a do mbetemi shtatzan si vetë apo do bëhemi versioni më i mirë i vetes? Dhe unë jam në opsionin e dytë. Kush ka bë fëmin e dytë already, që jeni fut kësaj pune, ju jap dorën, bravo ju qoftë. Unë, jo. Dhe kështu, po pi një kafe turkes, po kam bërë dushin dhe kam vënë këto bigudinat, kam prerë dhe flokët, kush më kanë ndjekur në Instagram e din, kush nuk më ndjek akoma më bëni follow ju lutem dhe më supportoni, si gjithmonë, jeni komuniteti më i mirë ever dhe do ju bëj një zemër. Kam vënë mishin të zihet me disa perime, se do t'i bëj drekon batos, dhe pas e do ikim punë. Sot për mëngjes, do t'ju tregoj çdo gjë, se sot do jetë një si tip ritual, se çfarë jam duke bërë që të kthehem në formë për këtë verë. Dhe të kujdesim pak më shumë për veten. Pikë së pari e kam vënë objektiv që të rrim më pak online, shumë më pak online. E kam ulur pak drastikisht orët që rria online. Do të kuptoni që për mua është pak edhe vështirë sepse futem, shoh pak se po ndodh, marr vesh lajmet se në televizor nuk është se i shohim. Dhe nëse ju ka marrë malli për Oxhakun, temën e kemi hequr. Ka ndodhur shumë gjëra këtë muaj, por do t'ju updatoj, se nisa për një muhabet, përfundova në një muhabet tjetër, një lloj sikur të ishim në kafe bashkë, se kështu funksionon gjithmonë. Dhe siç po ju thoja, nuk e di ku e lash, jam duke pirë një kafe, do t'ju tregoj se sa çfarë po ha, çfarë po bëj. Pas nesër kam dhe orarin e parë për të bërë depilimin me lazer më në fund. Unë kam një problem që kam lëkurën strawberry dhe sado që jam munduar të përdor produkte të tjerë, më bëhet kështu si me pikat kuqe dhe gjithashtu më dalin qimet nën lëkurë. Vitin e parë kur kam qenë në Milano, më ndodhi një folikulit i çmendur, i kisha komplet këmbët me shenja, komplet. Dhe që atëhere më patën këshilluar që të bëja këtë epilimin me lazer. Në Itali isha interesuar disa herë, po në atë kohë kanë qenë dhe çmimet shumë të larta, 2.000-3.000 euro diçka e tillë. Prita ca kohë, pastaj kur doja ta filloja pata probleme me tiroiden, pastaj ngela shtatzan, pastaj isha me gji, e më the, e të thash dhe kështu që thash është momenti Romina që këtë vit të kesh një lëkurë të bukur dhe në trup, jo vetëm në fytyrë. Dhe nuk e di, mezi po pres. Tani, nuk e di se sa përqind do largohen qimet, sepse bëra një si tip konsulence dhe më thanë që në 100% nuk do largohen, por mund të largohet një 80% dhe pastaj duhet bësh këtë seancën e mirëmbajtjes një herë në 6 muaj, pra 2 në vit, por
atë po diskutoesha me Hekën sikur të largon 80%, po edhe sikur 50% largon dhe të kem lëkurë. E ke parasysh si ato lëkurat e bardha, kështu të bukura të këmbëve, unë do jem shumë happy sepse siç ju tregova gjithmonë më bëhen shenja. Edhe po të afrohem, po të batu që më prek kështu, më nxihet lëkura direkt. Jam shumë sensitive edhe pse s'duket, edhe pse duket sikur nga që jam brune, nuk kam asnjë problem, por ja që kemi. Dhe kështu, sot për mëngjes kam ngrënë 2 vesë zjera, pastaj kam ngrënë dhe 40 gram, 50 gram, nuk e mbaj mend mirë, diku tek 50 gram cottage cheese dhe kam ngrënë, do t'ju tregoj tani. Tre feta nga kjo, me që po shkojam palestër, këto janë fete integrali, buk thot segale dhe susam, dhe thot është pa fryrës, edhe në 100% integrale, biologjike, e ka marrë te MD-ja, nuk kushton shumë realisht dhe e përdor kështu në vend të bukës për të marrë këto karbohidratet e nevojshme dhe të shëndetshme. Dhe po ju llogaris pak a shumë me ChatGPT se sa kalori kam konsumuar. Tani po pi një kafe turke, i kam hedhur një lug as kafe shumë të vogël mjalt. Nuk jam duke përdorur ëmbëlsues artificial, stevia, kështu gjëra të tjera sepse nuk dua të rëndoj shumë mëlçin. Dhe kështu kam filluar kështu një si tip mini detoksi, duke biseduar me chatin dhe duke futur gjatësinë, peshën aktuale dhe ku dua të shkoj. Pak a shumë më tha që duhet konsumoj diku tek 1700 kalori dhe jo më pak se 1500 kalori. Nuk e di, unë do mundohem të ha sa më shëndetshëm, sigurisht do ketë ndonjë ditë që nuk do jetë aq, por duhet jem pak në kalori deficit që të humb këto kilet e fundit dhe e rëndësishme është të tonifikohem, pavarësisht se në pjesën e barkut jam goxha mirë, por që dëgjoni shkoj të shoh se shikon nga jashtë. To kam ngrënë, dua të marr disa gjëra që lidhen me suplementet, nuk e di a dua të marr protein dhe kreatin, por nga ana tjetër dua të bëj dhe analizat e gjakut për të marrë disa suplemente që do më ndihmojnë pak edhe me rekuperimin, të ndihem më mirë dhe sigurisht të di se ku jemi dhe me vlerat e tiroides, se it's time edhe për këtë aspektin. Këtë muaj ka qenë kështu një si tip rikthimi në normalitet, sepse dhjetori ka qenë shumë me evente, me gjëra, me aktivitete, shumë drita, zbukurime dhe ky muaj më zhdukur shumë pa jetë dhe unë vetë isha kështu si pa energji fare. Bato kryesisht ka qenë mirë, i kemi kaluar në një viroz, kështu dihet normale, por që vazhdon akoma të shkoj në qerë dhe me qef dhe kjo është pjesa që më pëlqen më shumë. Pemën e hoqëm e kam hequr që kur jam kthyer nga Gjakova, se nuk doja tash jam lërë që ishte thara shumë, sa kishte filluar që të lëshonte edhe shumë gjëra në për shtëpi. Dhe by the way, me qëra fjala, e kam bler dhe një fshes me korrent të Electroluxit që është shumë cute, shumë e bukur dhe nuk ishte as pak shtrenjtë, ishte diku tek 600 euro dhe bën shumë mirë punën. Dhe i thashë që do blem një fshes me korrent, jo nga ato kështu si Dyson, sepse dua pikë së pari të blej robotin që e programoj dhe e fshin çdo ditë. Se edhe po të merr Dyson, i bie që unë prap do fshi, por unë doja robotin që ta programoja dhe gjatë kohës që isha në punë të fshinte dhe të zihej me rion sigurisht. Mirë, do mbarojmë të kafen dhe do bëjmë ngrënë drekën dhe do bëjmë gati dhe po mendoja që edhe të bënim make-upin bashkë, se di që disa nga ju pëlqen dhe kjo gjëja. Pra sot do jetë gjithë kjo pjesa e ritualeve, kujdesit për vete dhe çfarë jam duke bërë që të kthehem back in shape. Tani isha duke xhiruar dhe erdhi Hekri dhe më tha Hekri, po pse s'ke vënë mikrofonin? Girls dhe boys dhe gjithë ju që më ndiqni, kam bler një mikrofon, zëri del perfekt, kam marrë më shumë mjete, kështu që do kemi vlogje akoma dhe më të bukura, duke i bërë reklam vlogjeve të mia kështu, shumë rëndshëm. Kam bler dhe një telefon të ri.
kam harxuar ca lek me pak fjalë. Në sfond ndoshta dëgjohet mishi duke u zirë me perimet, se po bëjmë gati lëngun e mishit që të bëjnë ndonjë oriz për batolinon, por le të fillojmë të bëjmë diçka për veten time, se jam duke vdekur buke. Po shikoja që nuk është se kam shumë perime, por do marr këtë sallatën, do përdor edhe këto që ju tregova pak më parë, një kuti me sardele. Tani do llogarisim bashk kalorit. Do bëj një foto dhe do ta updatoj. Okej, do marr këtë tasin se kam më të lehtë për përgatitur sallatrat. Tu thot që janë 2 porcion. Ju do përdor gjysmën e kësaj sallatës. Gjithashtu do përdor majs. Gjithmonë keni parasysh që të lexoni përmbajtjen e produkteve nga mbrapa, sepse për shembull isha tek supermarketi dhe shumë gjëra ishin jo healthy, me fjalën healthy, light e kështu, por ndërkohë kishin sheqer brenda dhe gjëra të tjera që nuk duhen konsumuar. Tani unë po shfrytëzoj këto gjëra që kam në shtëpi, por ju mund ta përgatisni si të doni, mund të shkarkoni aplikacionin vetë që bëni fotografit dhe ju thot të sa kalori jeni duke konsumuar, mund përdorni ChatGPT-n, mund t'i llogarisni vetë, nuk e di. Unë them drejtën nuk është se kam paguar asnjëherë një aplikacion për të llogaritur kalorit, përveç faktit se nuk më pëlqen shumë t'i llogaris, por duhet llogaritur në këtë fazë që jam unë, dhe më duket që të harxoj 20-30 euro në muaj për një aplikacion të tillë më duket shumë, kështu që për shije, unë do t'i hedh pak dhe nga këto si gogozhare speca që i ka bërë Arbëresha, motra e Hekrit dhe që e përshëndesim, dhe do përdor pak nga këto, por këto kam pak vaj brenda, kështu që sasia do jetë e limituar vetëm për shije. Bato që nuk pranon t'ja fshish hundët me letra të lagura, do vetëm letra të thata dhe qanë vërtet më të madhe, ka shumë bezdije, ka shumë inat. Po më duket vetja si nga ato film e viteve 50 me këto bigudinat në kokë. Ja, po marr pak nga këto gogozharet, thjesht sa për shije, dhe nuk do t'i hedh vaj sallatës, sepse këto kanë, kështu që do bëj pak bilanc. Tani, më është fikur telefoni, kështu që nuk i llogaris dot me një herë, por ndërkohë, pasi të mbaroj xhirimet, do llogaris dhe do t'ja vendos këtu. Këtë kutin, kjo ka 85 gram sardele. Sardelet janë një font shumë i mirë proteinash. Çfarë po mundohem këto ditë është që për çdo vakt që do haj të kem protein brenda. Tani, nuk dua të bëhem e fiksuar fare, por le të themi që t'ja bëjmë izmetin deri diku. Izmetin apo izmetin, si thuhet? Hajkër? Përshëndes gjithë izmetat, nëse ka emër të tillë. Mirë, përpara se ta përdorni këto gjërat kështu, do t'i kulloni përmbajtjen që kanë, sepse shpeshherë kanë dhe vaj e gjëra të tjera dhe shtoni kalori të kota. Do i përdor dhe pak aceto molle. Do përdor këtë që është erëz për misha gjëra, për t'i dhënë pak shije këtë herë, po bëj kështu. Kjo ka brenda krip, ka brenda rozmarin, timo, aloro është dafin, ka alio që s'po më vjen, o zot nuk e di pse më let më vinë në italisht se në shqip ndonjëherë gjërat. Alio është hudhër, se nuk po më vinte, sorry. Përdor këtë aceto di mela, mund të hedhi dhe një lug vaj ulliri, por mos e teproni sepse të gjithë këto gjëra, pavarësisht se është të shëndetshme, kanë kalori dhe për të dobësuar, duhet të shkojmë në deficit kalorik, si që kam shpjeguar. Unë kafen e bëj pak të hollë dhe të gjatë, dhe shkoni, nuk e dia duket, okej, edhe më ngel gjithmonë, se nuk është se jam në kafegjesh e shquar, por jam duke u lodhur këto ditë. Kjo është sallata. 3 nga këto, dhe kjo do jetë dreka për sot. Ja dhe shisa me korant që kam blerë. Përveç se është shumë cute kur e bëm punën, dhe siç ju thash, dua ta marr një robot që e programoj dhe do jetë perfekt me batën dhe riun në shtëpi. Nuk e di nëse ju e keni provuar, më thoni përshtypjet tuaja. Kjo ishte nga 170 më duket, diçka e tillë, 60 ishte me shumë promo, e bleva te Globi. Sa u ktheva nga Gjakova,
I thash që shkojmë ta marrim se nuk mundemi dot më. Ndërkohë e nxora sepse bëra një dëm. Kam hedhur të gjithë orizin. Nga që jam duke bërë këtu supën e batos me lëng mishi, këtu janë dhe perimet në fund, nëse i shihni. Kam futur qep karrota selino, kam harruar të fus bizele, por paka shumë këto me këtë e bëra lëngun e mishit dhe tani jam duke bërë një si tip supe të thjesht. Se është mësuar në qerë dhe han disa gjëra atje dhe ka filluar na bën disa naza për gjëra të tjera këtu në shtëpi. Dhe ja ku jemi në dhomë. Këtu kam sistemuar pak. Këtu kam vendosur parfumet. Këtu kam vendosur 2 lip balm të rinj të Ada Herbs që kam marrë dhe mund të them që kjo që është Prosecco Love më pëlqen shumë, kurse kjo tjetra është Honey Kiss. Por që për momentin e preferuar ime është Prosecco Love dhe këtu është kjo mbuluesja e qiriut që e kam ruajtur. Këtu kam sistemuar edhe pak make-upin. E mbani mend që kur erdha ju thash që do marr disa organizues tek Temu, por që nuk kam porositur më në Temu që nga ditënia e Batos, sepse vonojnë shumë tani porosit dhe nuk është se më ka interesuar të pres 100 muaj për një porosit dhe kështu që ju futa usajova me gjërat që kisha. Është fajn, nuk është që është organizimi më i mirë ever, por është në rregull dhe mendoj që për momentin okay. Ndërsa këtu janë për parfumat që përdorëm, kjo nuk është imi, e ka harruar Lumi tek ne. Miller Harris, Elegance Cuiré, parfumi për flokët nga Ada Herbs që adhuroj dhe 6 muaj edhe ka akoma pak. Kjo është nga Givenchy, ma kanë dhuruar, edhe këtë ma kanë dhuruar dhe e kam përdorur shumë dhe kjo është i imi Atomic Rose nga Initio dhe është një nga të preferuaret e mi. Gjithashtu kam sistemuar disa gjëra tek dhoma e Batos dhe zyrtarisht duhet të merrem me dhomën e Batos. Pikë së pari më duhet të blej një librari sepse kam shumë libra tashmë dhe nuk kam ku t'i vë. Dhe pastaj besoj që duhet fillojmë që të mendoj se çfarë duhet i bëjmë mureve dhe krevatit. Kam të mbyllura dritaret, prandaj është si errësirë dhe duhet ta ndroj pak edhe këtë poçin këtu sipër. Tani tavolina nga Nojna e kam futur këtu dhe ja kam organizuar me Lego formuse. Këto bato nuk i fut në gojë, por që për fëmijët tuaj bëni kujdes. Dhe këtë që ja kanë sjell për ditëlindje, këtu ka kështu për të pikturuar, vizatuar. E don gjithmonë të hapur, gjithmonë nuk mund t'ja mbyll dot. Dhe ja krevati praktikisht është mbuluar me librat e Batos. Këto janë librat e preferuar në këto momente të Batos, i kemi marrë tek Buzuku, këto të aventurave dhe të fermës dhe Bato e adhuron, bën zhurmë. Zhurmat i ka shumë të bukura, ja, quf, kur vjen momenti këtu, ose pjesa e Dinos. Se sot nuk po më shpëto ka asgjë dhe këto janë ndër 2 librat e preferuar. Kam dhe disa të tjerë, po nuk ja kam treguar akoma sepse ka filluar nga që i shet gjërat për ditë edhe nuk ka fare interes. Kështu që ca gjëra ja kam fshehur dhe prandaj dua dhe t'i vendos librarin që të zbraz edhe krevatin këtu. Dhe pastaj këtë do ta çoj diku dhe do vendosim krevatin për të madh, se dua të vazhdoj të fillojmë ta mësojmë pak nga pak që të flej dhe vetë, sepse flen akoma me ne, siç besoj u kuptua. Do fillojmë të bëhemi gati bashkë për në punë dhe do fillojmë me vetullat pa aplikuar akoma krem dhe kjo është drejt fundit, Trinova. Ti mban shumë mirë, por më duket pak i rënd për përdorim të ditë për ditë, shumë nuk e di, pavarësisht se nuk kam gjetur asnjë zëvendësues. Ela aty ku bëj vetullat më ka thënë aplikoje një herë, edhe ndërkohë që aplikon të vetullat tjetër, pastaj kalo dhe një herë të sistemosh.
Në fillim më pëlqente më shumë si produkt dhe dua të gjej një opsion tjetër. Sigurisht edhe pasi aplikoj duhet pastruar, sepse ndryshe nëse vën në një nuk e di, puder, krem puder e të tjerë, bëhet shumë keq këtu. Thash, nuk jam shumë e bindur për këtë produktin e vetullave tani, ose duhet ta ndroj se u bën gjithë mua edhe ndoshta duhet të rihapur një ry. Nuk e di si do jenë këto flokët se nuk i kam mbajtur asnjëherë kaq gjatë. Sot për bazë do përdor këtë kremin anti-aging nga Ada Herbs, zakonisht përdor atë që është rich për hidratim të thellë, sepse ju kam shpjeguar që nga shtatzania kam lëkurën shumë të thatë. Sigurisht kam hedhur edhe një serum, do vendos të SPF. Një gjë që më pëlqen tek hidratuesit e Ada Herbs është që janë të lehtë pavarësisht se hidratojnë në thellësi. E kam shumë bezdi kur blej një produkt hidratues që pastaj ngelet kështu si qalp në lëkurë dhe make-upi pastaj llaç. Keni parasysh kur nuk janë mësuar që ke puçra dhe të del një dhe gjithë janë duke më pyetur për këtë puçrën këtu, do përdor këtë korektorin SLA-s dhe si bazë tek syt. Se dini që nuk paravë shpesh krem puder. Do përdor këtë paletën nga Morphe që bazat ja kam përdorur të gjitha, pjesën tjetër se kam përdorur, dhe do marr këtë si tip beige nude dhe do e vendos këtu. Nuk e dija ju thash, po kjo palestra kishte një aplikacion ku secili personal trainer të fuste në bootcampin e vet dhe të bënte një sked në bazë të gjërave që shikonte gjatë kohës që ti stërviteshe. Dhe sot, siç po thoja, personal trainera Verona, nëse si harrova emrin, ishte duke stërvitur një vajzë tjetër. Ajo ishte goxha e dobët dhe besoj që ishte duke u stërvitur për të formësuar trupin, për të rritur masën muskulare. Se isha dhe unë që isha një sot dhe më tha disa herë, tha, ti ke bërë palestër? Tha, jo, e thash, unë zakonisht stërvitem në shtëpi, nuk kam qenë palestër, nuk s'kisha se ti thoja, nuk më pëlqen fare palestra, por që i thash që jo, i thash edhe maksimumi kam bërë me 3 kg në shtëpi e të tjerë, sepse ju dukesha sikur kisha bërë palestër. Dhe më tha që do futesh te bootcampi im, tha, dhe do të bëj programin dhe tani dua faktikisht do shkoj të bëj pagesën nesër të regjistrimit dhe po mendoja që ta shkarkoj aplikacionin dhe t'i jepja disa komente si lidhur faktin që për gjunjt e kam problem të bëj ushtrime me hedhje të mëdhaja, apo çfarë kam dëshirë nga kjo eksperjenca ime në palestër të arrij e të kështu me radhë. Sot nuk u peshova, se shkova dhe kisha ngrënë mëngjes, se nuk dua të shkoj pa ngrënë mëngjes dhe nuk e di as tamam fiks sa kile jam. Unë do marr këtë paletën e SLA-s Make Me Glow, që është shumë e bukur faktikisht, e pa ta marr gjatë kohës që bëja vlogmas. Ja, e kam përdor shumë pak dhe janë 3 tonalitete. Unë do përdor këtë Fairy Glow, se thash Glow. Do ta përdor pak tek syt. Siç e shihni, aplikoj pak të cepat dhe bëj një si tip lëvizje rrethore dhe pastaj e pastroj furçën. Se dua që të jem glow, po nuk dua që të kem kështu një grusht me xixa, ndërkohë kam vendos lavatriçen të mbyll derën. Live efekti është akoma dhe më bukur se sa këtu në kamerë, se nuk e di se sa perceptohet. Do përdor këtë eyelinerin blue, kjo është matte blue. Faktikisht kam sa kohë që e kam dhe e kam marrë tek Rossmani, dua të marr një të ri, Rio na e hapi derën Rio. Dua të marr dhe disa rimel me ngjyra. Kam bërë dhe një muhabet lidhur me një make-up me tonalitetet e ice blue, kështu frosty blue, diçka e tillë. Pak vitet 90, por po kthehet shumë tonalitetet blu në sy dhe unë nuk e di, kam shumë qef. Dhe
postova këtë foton në Instagram dhe arrita të gjej vetëm një kuti me 4 tonalitete A6, se mbaj mend të Kikos. Nëse blej do t'ju them, sepse dua të marr disa gjëra pak më interesante për të bërë make-upin tani që shpresojmë sa më shpejt rregullohet koha. Tani unë këtu do aplikoj pak anash. Kam shumë kohë pa aplikuar eyeliner. Më përpara e bëja gjithë kohës. Unë bëj bishtin e parë dhe pastaj shkoj e rregulloj, sepse nuk del me një herë perfekte. Më pëlqen ta bëj dhe pak poshtë, edhe pak tek pjesa këtu përpara. Tani, kjo gjëja që jam duke bërë që tërheq syrin nuk është gjëja më e mirë për të bërë. Për të bërë bishtin e parë, që është më i vështirë, se pastaj pjesa tjetër vetëm mbush pak këtu dhe mbush pak aty. Mirë, tani që bëra këtë bishtin, unë zakonisht procedoj për pjesën e poshtme. Këtu bëj një vizë jo shumë të trash. Thjesht për t'i dhënë pak tonalitet pjesës së poshtme të qerpikëve. Nuk duket shumë, por e kam vendosur edhe pak këtu tek maja dhe pak këtu poshtë, edhe pse baza më e madhe është këtu anash. Është shumë kremoz edhe mbulues deri diku. Unë sapo kam kaluar ciklin dhe këtë herë më ka lënë disa puçra dhe thash nga që njerëzit sa mësuar të shohin me puçra dhe sa më del një, pas ka dalë një puçër. Sepse kështu ma bëri dhe mami dhe Hekri, thot pas ka dalë një sy i tretë, më tha. Ja, si që shihni këtë, ky është numri 02, beige, dhe është shumë i mirë. Sigurisht duhet keni një bazë të mirë hidratuese, se ndryshe pastaj është shmithat. Me çavura re unë, mora sërish këtë paletën Make Me Glow nga SLA-ja. Të gjithë produktet e SLA si gjeni te Nice Cosmetics i kemi bler bashkë, nëse mbani mend, dhe mora sërish atë pjesën si glitter dhe po e vendos pak këtu poshtë. Edhe këtu përpara. Live duket realisht shumë bukur, po këtu në kamerë duket kaq sa duket. Për kontur do përdor Too Faced, ma keni parë. Vazhdoj, nuk është se blej shumë produkte make-upi, sepse pse du të blej 3-4 kontura, kur në fund ditës unë aq make-up sa bëj, nuk është se jam një make-up artiste që duhet të lyej gjithë kohës. Ky produkt është shumë i mirë, them drejtën. Nëse jeni duke kërkuar një bronzer pluhur, ju e dini që unë nuk jam shumë tipi që miksoj edhe pluhur, edhe liquid të lëngshme e kështu me radhë. Unë nuk jam shumë personi që mikson dhe produkte që janë të lëngshme dhe këto pluhur. Kam një stick që bën kontur, por më duket too much për jetën e përditshme. Kush pak vetullën. Këtu në 2-3 vende. Do shta du të shkoj të rregulloj sërish vetullën të Ela dhe si që thash të marrë një produkt të ri për vetullat, nuk jam shumë e kënaqur. Pavarësisht se këtu jam kundër dritës, edhe kur jam në të tillë çdo gjë përdora këtë Signature Keratin nga SLA-ja. Kjo është si tip ngjyre kafe errët, por që mendoj që është perfekte për ta zbutur pak eyelinerin blu, sepse eyelineri blu është shumë pop dhe nëse doni ta zbusni për kur vjen puna për në punë ose për një look pak më të thjeshtë, është perfekt. Ndryshe nëse do isha duke shkuar duke dalë të tjerë, do kisha përdorur një maskara blu dhe do duket shumë bukur. Edhe syt këtu kanë dalë shumë bukur, por siç ju thash nuk e di sa mund ta shihni nga kamera, sepse dhe jashta herë po bjeshi herë a ka marrë për diell, për verë, më duket. Për këtë sprayn fiksues nga SLA-ja, kjo është pak si glow, nuk është se bën efektin mat dhe kjo më pëlqen. Do e përdor para buzëve
sepse duhet njëherë të shoh se çka ka ndodhur me flokët. Isha duke i thënë unë Hekrit që Bato tashmë kur vjen puna për lojra, për të dalë të tjerë babi, se na ka filluar nuk na thot më baba, mama, po na thot babi, mami, mami, babi, na thret tamam dhe e bën ato zërin kështu. Këto janë shumë të zgjuar këto toddlerat. Edhe i thash Hekrit që kur vjen puna tek flokët më janë zgjatur shumë, realisht shumë, pavarësisht se tani nga bigutinat janë të kapura. Dhe siç po thoja Hekrit që kur vjen puna, i thash shumë për të lodh, për të dalë, kështu për të bërë qef, vjen tek ti. Kur vjen puna që do me hëngër, ka nej hall, është smur, shef nej ëndër, mami. Edhe thot Hekri që sigurisht thot sa i mendon që ne të gjithë jemi fëmijët e tu. Dhe unë kështu një moment thash, se ka keq Bato. Dhe unë qesha me të madhe, unë, mami i Batos, Hekrit dhe Rios, në fakt. Është gjithmonë vajza, gruaja, quheni si të doni, se unë vajzë e them vetes. Ajo që është motori, mendoj, i çdo familje, sorry Hekër, sorry gjithë djemt, por mendoj që është e vërtet, ajo kam thënë dhe ndonjëherë tjetër me siguri, por që është një sa bukur. Tani çështja do jetë e ballukëve, sepse unë kisha ballukët këtu, pak ballukët, se doja t'i bëja kështu. Dhe mu zjatën pak dhe fillova t'i bëja me bigutin. Dhe kam kap me 3 kapsa, sepse janë të shkurtra. Por më duket se duhet t'i bëj, kam gabuar, se janë akoma pak të shkurtra dhe duhet ulen kështu. O Zot. Jam një luanesh. Tani do t'i rregulloj këto, do t'i kap pak. Sepse kam gabuar, i kam lënë shumë gjatë. Sepse janë akoma të shkurtra, shikojni. Do me thënë, nuk janë as shumë të gjata, fiks për bigudin si që kisha vendosur, po të njëjtën kohë janë dhe të shkurtra. Okej, ti lem të bijem pak. Ballukët po sistemohen, po shë sa bukur duket me kapi. Okej, tani më sistemohen flokët dhe duken vërtet shumë bukur. Do t'i tregoja 2 lapsat e mi të preferuar në këto momente, që është nga Anais 317 dhe sigurisht Endless Cacao, që ma keni parë gjithë ato herë, por do përdor këtë sot Anais. Dhe kjo është luku për sot, kam vendosur këtë gjaketën vintage, i kam kapur me këtë vathë, janë kam ngritur jakën pak koreane, më duket shumë bukur, dhe këto janë pantallonat, këpucët, dhe vathët. Much later. Sa po s'ka shumë jam kthyer në shtëpi dhe Hekri është duke vënë Baton gjumë, mu ndeta pak luajta, ndërkohë që Hekri zbriti poshtë. Dhe përveç gjërave që hëngra sot, nuk është se kam ngrënë shumë. Do të kisha ngrënë pak më shumë se sot kam bërë dhe palestër, por që hëngra gjysmë banane që e la Bato. Dhe tani do bëj për të ngrënë pak dark për vetën time, se Bato me Hekrin ka ngrënë supën që bëra në drek, që ju tregova. Bato e kishte pëlqyer shumë, kishte kaluar dhe mami, edhe ajo e kishte ngrënë e pëlqeu shumë. Ndonjëherë për gjërat e thjeshta, por që bëhen me përbërës të mirë, dalin shumë të shijshëm. Unë përveç se karrotës, selinos, qepës, që i shtova lëngut të mishit, domethënë mishit që e ziva, që bëra lëng, i shtova pastaj edhe djath parmigiano. Tani nxora këtë air fryerin. Disa thonë që okay, është super për të hëngrë shëndetshëm, disa të tjerë thonë jo, se lëshohen mikroplastika etj. Nuk e kam kuptuar, çdo gjë që janë duke nxjerr po bën problem.
Këtu brenda do fus pak fileto edhe disa lule lakra të ngrira do bëj darkën për vetë. Dhe ja ku është filetoja dhe lule lakra ngrirë dhe e vendosa. Po më thoshte hekri. Ndërkohë unë me dietë kjo na sjell, shfaqe që na ka sjell. Jo. Këto okej, po shive t'rrego tjera që Këtë na për kjo. vete. Edhe po kam sot Tha hekri. Bëllë tjera se në të gjonë. Kam mësuar forren e re bato, forren do më thënë Mashtrim e madhe është. Bëjnë qasë sikur ka fjetë gjumë. Edhe shko, ti do me ik, t'ka për dorë dhe me kujtu shku. Edhe dje, bëjnë qasë sikur flitë dhe këfet pastaj kërkon të mama, edhe sot një të një. Fanë sot që kemi përshëndet ma tje, se kemi pa hekri. Tara. Më bëni subscribe, këtu, kam hap kanalin ti. Kanali Rumina Gjinali. Ndërkohë që darka ime bëhet dhe me gjithë darkën do jenë diku tek 1200-300 kalori. Hekri më mori edhe këtë. Unë nuk kam shumë fan se do më thënë nuk pëlqen absolutisht, sidomos ai me vanilje, por nuk është se jam shumë fan se e blerit të ushqimit të procesuar të quajmë. Mundohem të haj gjithmonë gjatë festa, por megjithatë këtë do ta haj dhe mund të themi që sot ka qenë dita diku tek 1500 kalori. Okej, do më thënë gjithë të gjëra që po ju tregoj nuk do të thotë që janë në rrugën e dur apo të gabuar apo duhet bëni si unë e të tjerë. Unë thjesht po ju tregoj se çfarë po bëj në këto momente, si po shkon dita ime, çfarë po ha, apo bëj aktivitet fizike kështu me radhë. Gjithmonë konsultoni mjekun, specialistin në rast se keni nevojë të humni shumë peshë, në rast se keni nevojë, keni shqetësime, etj. Gjithmonë besoni specialistët, siç kam thënë dhe do t'ju përsëris. Do vazhdoj t'ju përsëris. Mirë, këtë vlog do ta mbyllim sot këtu. Shpresoj që rikthimi t'ju ketë pëlqyer dhe që na keni pritur me kënaqësi. Ne do shihemi në vlogjet e radhës. Mos harroni të bëni subscribe, komentoni, të bëni share etj. Ju dua shumë.